e konsoliduar skuadra e Beslidhjes këtë sezon, duke marrë shkas nga ecurja e vjetshme, të cilët kanë arritur pra të fitojnë Superkupën e Shqipërisë, është dhe trofeu i tyre i parë për këtë sezon që e kanë fituar në Fier në tetor, mëtej kanë fituar kupën përballë Vllaznisë në finale në Durrës, në Dhimit Raq Goga, dhe tashmë kërkojnë trofeun e tretë sezonal që është titulli kampion, por duke kujtuar që Beslidhja ja doli të ishte dhe në Final Four të Ligës Unike, duke zënë vendin e tretë. Ka nisur tashmë finalja. Ja ky top që ka përfunduar jashtë dhe ja të shikojmë sepse ka një ndërhyrje, thot gjyqtari, po ka një devijim dhe do t'i takoj gjyqtari Shkodran. Majlevi ka vërshëllyer, pra topi takon edhe njëherë Teutës. Jago është edhe njëherë Andrews kërkon 3 pikshin e Gjuan, prek shumë pak koshin. Ndërkohë aty Powell, bukur tek Andrews dhe shënon për 2 pikë të para të Teutës në këtë finale. Teuta që rikthehet në një tjetër finale në 6-7 vitet e fundit ka qenë e rregullt, duhet thënë, në play-off dhe në finale, duke fituar dhe 2 tituj kampion gjatë kësaj periudhe. Në finale ka gjetur ndër vite skuadra të ndryshme, pra si Vllaznia, si Goga, Beslidhja dhe Tirana. Herë ka fituar, herë jo, megjithatë e pranishme në finale apo dhe në gjysmë finale. Patyshim që paraqitet ndoshta të paktën këto 2 vitet e fundit me një buxhet më të reduktuar se më parë, po sidoqoftë, këtë vit duhet thënë që ka goditur me ndërhyrjet me lojtarët e huaj. Shohim tani, është Andrews. Në vijnë e gjuhë e lira që të dytën pra nuk e shëron dhe mbetet rezultati 0-3. Udhëheq pra ekipi i Teutës në këtë fillim takimi. E kujtojmë pak çfarë ndodhi dhe në gjysmë finalen e tretë me Vllaznin. Beslidhja ndoshta nuk e nisi dhe aq mirë dhe Vllaznia pati një avantazh me 2 shifra deri në 12 pikë diferencë, por që mundi ta kthente sidomos në periudhën e tretë Beslidhja dhe siguroi fitoren më tej në periudhën e katërt. Vjen gjuajtja dhe vjen dhe kosh i parë, duhet thënë, për ekipin e Beslidhjes. 2-3. Kështu pra fillon kadri. Andrews. Janë ndërkohë dhe gjuajtja me të majtën. Marrë tani Hamati. To përpara Weeks. Weeks i cili kthen tek Hamati, ja dhe një Gerik. Gerik që e ka kaluar tek Hamati dhe aty për 2 shënon dhe kështu merr avantazhin Beslidhja 4-3. Udhëheq me plus gjë. E ka marrë tani Morton. Shumë interesant Morton këtë vit me gjithë spektaklin, gjithë zhytjet e tij, por nga ana tjetër ka shënuar Powell për 3. Teuta në avantazh 4-6 pas tyre aksioneve të para. Ja dhe Hysa. Hysa i cili pason poshtë tek Weeks. Weeks e ka të hapur totalisht. Krahun e maj dhe e shfrytëzon dhe e shënon me tabel duke çuar tani në barazim 6-6. Merr tani Morton. Morton i cili e kalon me njëherë te Gorea për 3, nuk ka shënuar. Nxiton me shpejtësi, bukur pasi, Tokazi, Hysa me fluturimin, me koshin dhe me fallin. Çfarë kundër sulmi, një pasim i bukur Tokazi. Shikoni pasin sa i shpejt dhe mëtej Hysa që kërcen aty dhe kap në kundër kohë mbrojtjen e tij, duke i shënuar koshin, po duke i marrë dhe fallin, dhe tani Beslidhja është me 2 pikë avantazh, 8-6, po ka dhe një gjuhë të lirë. Hysa që pa tjetër ka treguar vlerat e tij në gjysmë finale në tretë me Vllaznin, një lojtar që ndryshon ndeshjen. Në periudhën e tretë ndaj Vllaznis ishte ai me ato 10-12 pikë rrjesh që shënoi dhe vërtet që ndryshoi rrjedhën e lojës. Andrews i cili gjuan, nuk ka shënuar, me shpejtësi tani Bernard sheh atje në cep Hysën. Hysa i cili ka ndaluar për 3, gjuan. Hysa show shënon dhe 11-6 plus 5. Çfarë fillimi Hysa. E ka marrë tani edhe një Morton.
Jaku provon për 3 dhe shënon dhe ai. Shënon duke ullur diferencën në 2 pikë tani 11-9. Hysa tek Wicks. E kalon dhe herë tek Bernard. Jaku është Gerik. Gerik po hyt nga vija fundore. Falli fort. Do të kemi gjuhet e tjera. Falli fort, Gerik nuk duke se ka ndonjë problem. Do i drejtohet gjuhëve të tjerë, nuk ka ndonjë probleme sa duket për të vazhduar, sepse përplasi ishte disi e fortë dhe rënja e tij në parket me shpinë ishte pak e ashpër. Ndërkohë tani një ndrim Teuta, është ulur Lito dhe në lojë është Gjore për ekipin e Teutës, lojtar që është bashkuar këtë vit e ekipit të Teutës nga Apollonia, më parë ka luajtur me Partizanin. Ja ndërkohë Gerik në gjuhetën e dytë 12-9. Dhe shënon 13-9 plus 4. Ka marrë tani Powell. Shkon për para aty, shikoni Morton sa i shpejt është. Pasi tek Gjore, Powell. Ndërkohë që po depërton Gorea me të majtën, bukur shënon ndeshjen e para fundit në sezonin e rregullt përballë Tiranës. Ka bërë një ndeshje shumë mirë Gorea, ka shnuar 6-3 pikësha. Ka mbyllur me 20 pika të takim në Farie Hoti dhe Teuta dhe e fitoi, ku dhe siguroi vendin e dytë. Ndërkohë ka vjedhur tani Morton, diferenca me 2 pikë, 13-11. Morton. Ndërkohë vjen kjo gjuhetje Powell, por në hegurin e parë e ka marrë Bernard. Si ton për para, i shpejt. Amati, në të cep aty të Gerik. Gerik për 3. Dhe nuk shënon. Ka marrë tani Morton. Morton, i cili kalon për para tek Gjore dhe është blokuar nga Amati. Sajlo e shpejt. Bernard, Gerik. Gerik provon tani për 3. Gjuan, Sak. Sak shënon. Dhe shkëputët në 5 pik tani Beslidhja, 16-11. E ka marrë tani Morton. Morton për të Andrews. Andrews i cili provon për 3 dhe shënon. Shënon. Dhe këto 3 pikësha po e ndihmojnë skuadrën e Teutës, sepse Ana Sjeldas, Beslidha po nxiton, ritmin e ka shumë të shpejt që në fillim, shumë ndryshe nga ndeshja me Vllaznin dhe duke qenë se po luajnë në këtë mënyrë që në fillim, ata po provojnë të shkëputen shpejt. Amati. Ndërkohë Wicks, Gjuan. Nuk arrin çnoi, 2 pikë diferenca 16-14. Topin e ka Powell. Powell i cili e kalon tani tek Gjore. Gjore provon për 3 dhe sakt. Teuta del në avantazh 16-17. Trajektore e lartë e Gjores që e çon atë 3 pikësh dhe 4 minuta mbeten nga periudha e parë plus 1 Teuta. Gerik. Hysa. Në fund topi hapet nga Bernard për tek Amati. Amati i cili depërton me të djathtën shënon. Dhe Jaku jemi tani në plus 1 për skuadrën e Beslidhjes, 18-17. Topi tek Andrews. Është tani Morton. Morton i cili ka ndaluar tërbimin dhe pason krahun tjetër për Gorean. Gorea që nuk pason dot tek Andrews dhe kthen edhe një herë tek Morton. Morton provon me Gjoren, edhe një për 3, por nuk ka shënuar kësa here. Wicks e ka marrë topin tabel, niset Bernard. Bernard. Hysa, po bën gati 2 zëvendësime tek Beslidhja. Ja dhe depërtimi, por nuk ka shënuar Bernard, topi ka dal jashtë, i takon Teutës, e kanë shpëtuar këtë aksion. Morton foul nga Amati. Fall nga Mati që fall taktik për të mos lejuar kundër sulmin. Tani Gazhdani në loj ullet Wicks, Bowers në loj dhe ullet Hamati. Zëvendëson të 2 qendrat Bilali. Topet e Gorea për Andrews. Shohim Andrews i cili e ka kaluar te Gorea, përballë ka Hysën. Ndërkohë dhe një Morton. Morton i cili kërkon 3 pikë, por bllokohet nga Gazhdani. Ecën tani me shpejtësi. Gerik, Gjuan, bukur, shënon.
+3 në këto momente Beslidja 20-17. Ka marrë Gorea, shkon tek Gjore. Ja dhe Gorea për tek Powell. Topi ndërkohë që kalon aty tek Morton. Shpejt Gorea provon 3 pikshin, nuk e shënon. Merr Hysa, nxiton përpara Hysa. Hysa i cili pason tek Grashdani, depërtimi i sakt 22-17 edhe një herë +5 Beslidja. E ka marrë tani Powell. Ja dhe gjuetja Andrews, nuk ka shënuar. Edhe një është Bernard. Bernard i cili në fund provon për 2. Bowers ka marrë topi tabel, pasi të Grashdani, Grashdani me të majtën, nuk shënon. Merë topi nga Powell, ecë përpara Morton. Ja dhe njërë depërtimi. Shikoni sa kërcen, fantastik Morton shënon, me atë vështirësi që kishte, ja del dhe qonë në 3 pikë diferencë, 22-19. Ka marrë tani dhe një Bernard, 1 minut e 25 sekonda nga perioda parë. Gerik për 3. Gerik! Çfarë përforcimi është të vit Gerik për Beslidjen. Edhe një Morton. 25-19. Jakosh Gjore, sak për 3. 3 pikë shiti i dytë nga 3 tentativa. E ullë në 3 pikë diferencë, 25-22. Topi rikuperuar, ecën Morton. Morton i cili e kalon me herë tek Gjore. Gjore provon 3 pikshin, nuk e shënon. Ndërkohë Bowers që merr topi tabel ka dhe 50 sekonda kjo periudhë e parë. Jakosh tani tek Hysa, po bëhet gati Engel për të hyrë tek Beslidja. Hysa pasi tek Grashdani dhe faul. Nuk ka kosh thot gjyqtari. Nuk ka kosh, nuk është i vlefshëm, falli ka qenë më përpara, ka qenë nga Gorea. Kështu që topi do të nis nga vija fundore. Është interesante sepse me gjithë të volum, me gjithë të ritëm, asnjë nga dy skuadrat nuk ka shkuar më shumë se 2 falla secila gjatë kësaj periudhe. Pra asnjë nuk është të afruar bonusit, ritmi është shumë i mirë. Topi në ka Hysa. Grashdani. Ja dhe njerë Hysa i cili gjuan për 3, nuk ka shënuar. E ndërkohë, topi ka përfunduar jashtë. Janë 14 sekonda. Duke të ndrohet Gjore dhe në lojë është Lito. Për Teutën, 14 sekonda për sulmin e Beslidjes, gjithsej 35 sekonda nga perioda e parë. Është futur Engel ndërkohë, është futur dhe Prodani, është ullur Gerik. Ja dhe Grashdani. Grashdani që në fund me të majtën, let, shënon. 27-22. Edhe njerë Morton. Morton, i cili pret ndoshta dhe kohën, s'ka dojnë sekondat, futet në depërtim, pasi vështirë ky, por ka dalë jashtë dhe topi takon Teutës, 6.3 sekonda nga kjo period. 27-22, Beslidja udhëheq. Lito, i cili pason tek Powell, duhet gjuën në një moment, e çon aty tek Gorea për 3 dhe sakt, shënon. Interesante Teuta me kaq shumë 3 piksha në të periudhë të parë. Shumë interesante për saktësinë sepse janë dhënë transfert mbi të gjitha dhe kanë ulur diferencën në 2.27-25, vetëm 2 pikë diferencë. Pra është një ndeshje që është shumë interesante sa i përket sulmit. Janë të dy skuadrat duke menduar shumë për sulmin, ritmi është i mirë, loja është e shpejtë, ka një realizim shumë mirë do të thoja në gjuhët e për të dy skuadrat, qoftë në kundër sulme, por dhe sidomos në 3 piksha. Është vërtet shumë interesante. Më pak në mbrojtje ndoshta kanë menduar për këtë fillim. Këtë e tregojnë edhe numri i pakët i fallave që janë shkaktuar, gjuhëtet e lira që janë shumë pak për të mos të fare dhe të paktën për shikuesit, për tifozët që e ndjekin, edhe nëpërmjet ekranit të Rrethësh Sport. Padyshim që është një lojë e bukur e kënaqshme, me shumë kosha, me shumë ritëm. Shpresojmë që të vazhdoj kështu. Teuta do ta ndjej pak lodhjen, kjo dihet. Do ta ndjej pak lodhjen, atë që normalisht çdo skuadër e ka ndjer në gjithë sezonin, sepse nuk ka ndoshta shumë stol ashtu si dhe skuadrat tjera.
Pra ka një ndrim deri tani në këtë periudhë të parë, vetëm një ndrim, jo më tepër. Ndërkohë që Beslidhja ka kryer 5 zëvendësime. Pra kjo ka ndodhur padyshim edhe gjatë sezonit dhe me skuadrat e tjera e përmenda, qoftë kur Beslidhja është takuar me Vllaznin, me Tiranën, me Apolonin. Kanë 2-3 ndrime, por një rotacion të thellë si Beslidhja realisht asnjë nga skuadrat në kampionat nuk e ka, pra me 5 ndoshta edhe 6 ndrime një herësh është skuadër shumë e thellë. Ndaj dhe mund ta ndjej lodhjen Teuta në mëtej në pjesën e dytë, por për momentin është shumë mirë me ritmin dhe ndeshja është pikë për pikë. Ja, ndërkohë Shënon Prodani plus 4, 29-25. Prodani do të ketë një gjuete të lirë, Koshin e ka shënuar. Ndërkohë që këto finale janë të vetmet që kanë mbetur bashkë me finalen ose Final Fourin e kampionatit U20 për meshkuj, që do t'jenë të dielën, pra në datën 27, ndërsa sa i përket të gjitha aktiviteteve të tjera, tashmë të gjitha aktivitetet kanë përfunduar. Pra për djem u mbyllën dhe U16 me fitoren e Dinamos, U18 me fitoren e Beslidhjes. Tani pritet pra dhe U20, për femra janë mbyllur të gjitha aktivitetet, pasi dje është kurorzuar kampione skuadra e Flamurtarit. Ka mundur në finale 3-0, seria e finaleve është mbyllur për balë Tiranës. Dje ka mundur me 10 pikë diferencë në finalen e 3 në Vlorë. Dhe është pallur kampione pra Flamurtari, duke u rikthyer tek titulli kampion dhe kështu merr titullin e 26 në historinë e klubit. Pra klubi vlonjat për vajza me traditën e tyre në basketbollin e femrave. Ndërkohë që këto finale pra janë tashmë të fundit për të mbyllur këtë sezon sportiv, që ishte vërtet me një kalendar shumë të ngjeshur dhe të gjatë, me shumë aktivitete, kujtojmë dhe Liga Unike, Kupa, Superkupa e gjithçka tjetër. 29-27 ndërkohë dhe provoi Andrews, po nuk shënoi, megjithatë topin e ka ende dhe depërton për 2, ka barazuar 29-29. Ka barazuar. Atë që përmenda ritmin e kanë shumë mirë djemt e Teutës. Milatovic është një trajner i cili jo vetëm e njeh mirë kampionatin shqiptar, sepse punon prej vitesh, është një trajner shumë kërkues dhe punon jashtëzakonisht shumë me pjesën fizike të lojtarëve të tij. Ndërkohë Prodani ka shënuar për 3. Dhe këtë po e tregon Teuta që është mjaft mirë fizikisht, është shumë mirë. Pjesë e rotacionit, ajo çfarë përmenda edhe pak më parë, por deri tani po e përballojnë mirë Beslidhjen. Topin e ka Morton. Ja dhe gjuajtja, nuk shënon Powell kundër sulm për Beslidhjen. Shkon tani tek Hysa. Hysa i cili futet. Pasi Hysës. E shënon Grashdani. I bukur. Është krijues gjithmonë Hysa, i bukur pasi, ja dhe vjedhja. Ndërkohë Grashdani, topi tek Engel. Nuk e di pse herë dytë që rrëshkasin lojtarët e Beslidhjes aty në zonën e Teutës. Loja duhet ndalojë, në fakt gjyqtari duhet ta ndalojë që të pastrohet parketi. Nuk ka pse të presi një moment që të ndalojë loja që të pastrohet, sepse do të bëhet e rrezikshme aty. Është hera e dytë brenda 2-3 aksionesh. Topin e ka Lito. Andrews, sakt për 3 shënon. Shumë interesant, Andrews 34-32, Beslidhja është me plus 2 dhe do të bëjë tani gati një ndrim, do të jetë Hajdari. Engel, Grashdani, nga 3 lojtarë është bllokuar aty dhe nuk arrin dot të shënojë. Mirë po topi i diskutueshëm e merr Prodani. Prodani ndërkohë që e kalon tani tek Engel. Engel i cili provon për 3. Nuk arrin dot të shënojë. Grashdani, Gjuan, nuk ka shënuar. Dhe sakt të fundit e shënoi, duke çuar në plus 4, 36-32. Ja dhe Morton.
E ka topin Gorea. Topi shkon për tek Andrews. Andrews nuk ka si zgjidhje tjetër përveç se ta nxjerr topin jashtë në këtë mënyrë duke përplasur topin në këmbë kundërshtarëve. I takon tani Teutës. Hajdari në lojë Grashdani shtulur. Në vija fundore do ta marrë Gorea me 8 sekonda. 8 sekonda kanë mbetur për sulmin e Teutës. Pasi shkon tek Morton, Morton i cili provon 3 pikshin e gjuan. Nuk shëron. Ecën përpara tani Prodani. Pasi direkt për tek Hajdari dhe ka një bllokim, po të shohim kujt ja ka dhënë fallin gjyqtari, janë 2 lojtar. Është Powell me fallin. Jo Morton, është Powell, kështu që pra do të kemi gjuhët e lira për Hajdarin. Diçka po komunikon Bilali me tavolinin qytetarisë, ndoshta po kërkon pushim pas gjuhëve të lira, do ta shikojmë më tej. Nuk shëron të parën Hajdari. +4 mbetet Beslidhja. Ja ndërkohë dhe gjuhët e dytë. Hajdari në hekurin e parë nuk e ka shënuar dhe Teuta arrin ta rikuperoj me Andrews, por punë e mirë aty edhe Gjores që e ktheu në lojë. Shkon tani te Gorea. Gorea gjuan për 3, nuk ka shënuar. E ka marrë Bowers. Ndërkohë që ecën përpara Prodani. Prodani e kalon tek Engel. Shpejt tek Bowers. Bowers i cili po depërton. Në fund e kalon tek Hysa. Hysa për 3. Sakt Hysa merr Teuta pushim. 39-32. Fillim shumë i mirë i Hysës. Shumë i mirë fillimi i tij, ka një periudhë gjysmë që luan, asnjë moment nuk ka patur rënje të lojës së tij. Ndaj dhe Bilali e ka lënë në lojë pa e zëvendësuar, të gjithë ka zëvendësuar. Mati tani po fillon, po ndron sërish lojtar që kishte ulur pak më parë dhe donte të aktivizonte Gerik tani. Hysa ende nuk është ndruar, por duke parë 5 lojtarë që janë ulur aty në stol, kam përshtypjen tani po ndrohet dhe Gerik pra po ndrohet me Hysën. Megjithatë, fillim shumë i mirë. Shumë i mirë, Hysa mbron, vjedh, intercepton, nis kundër sulme, jep asiste, por sidomos shënon 3 piksha apo dhe depërtime që momentet caktuara jep një shtys, një vrull Beslidhjes të paktën në ndeshjen e sotme. Diferenca me 7 pikë, 39-32. Udhëheq Beslidhja. Kthehen edhe njërë në parket lojtarët e Teutës. Nëse do të vazhdojnë si në periudhën e parë me atë saktësi në gjuhët për 3, patjetër Teuta do të jetë konkurrente fort sot. Periudha e dytë ndoshta pak më vështirë për 3 pikshat, humbën 2-3. Po të shikojmë në vijim. Topin e ka Morton. Morton që e kalon tek Gjore. Gjore tek Andrews, po e kanë vjedhur. Kundër Sundani, pasi shumë i fort. Prodani vrapon sa të mundet dhe Gjore e ka prekur. Duket që Gjore ka prekur i fundit, por Malevi thotë që i ka rënë në trup Prodanit. I ka rënë në trup, po... Ja, shikoni. Jo, me sa duket, nuk e ka prekur Prodani. Edhe njerë ndoshta regjia nëse do të na japë shumë interesante, sepse është pamje shumë e qartë, shumë e pastër, ndoshta në një moment të dytë, por që Gjore është munduar t'ja përplasë në trup dhe kam përshtypjen që e ka hedhur tek dora tjetër, pra tek dora e majtë e tij, kështu që ndoshta i takon të Beslidhjes. Ndërkohë, blloki pastër nga Bowers. Ja dhe një Prodani. Shkon tani tek Engel. Kalon tek Hajdari, Hajdari finte e mirë, gjuan me të majtë, shënon. Dhe do të ketë edhe një gjuhë të tjerë. Edhe një gjuhë të tjerë. Është një tjetër kundërsulm shumë i mirë Beslidhjes. Blokimi shumë i mirë i Bowers. Dhe më tej me
dy pasime aty, fare let shkuan deri në kundërshtim për pak sekonda, ja dhe gjuhet e lirë që është e saktë. Pra 42 me 32, avantazhi i parë i Beslidjes sot me 2 shifra me plus 10. Topi tek Gjore, shkon tek Endrius. Ka ndryshuar mbrojtja e Beslidjes, nuk është më aq e lehtë për Teutën për të shënuar. Endrius mirë hap topin. Gjore nuk provoi për 3, depërtimi i tij për 2, nuk ka shënuar. Dhe ndërkohë Gorea që vend pa mundurën, por që në fund e ka marrë Bernard dhe nis kundërshtimin tjetër për Beslidjen. Engel, pasi Bowers tek Hajdari. Hajdari i cili e kthen, por vjedh mirë aty. Powell vet shkon dhe fall, po kosh personal. Kosh personal, 42-34. Gati tani edhe një ndrime tek Beslidja, po futet Hamati. Ja dhe njerë, ky është falli. Ky është falli që në nisje të kërcimit e ka shkaktuar fallin. Bowers do t'ulet dhe Hamati në lojë. Pra po ta shikoni Beslidja brenda pjesës parë ka ndruar të gjithë pesëshën e parë, ka pushuar dhe tani e rikthen në lojë. Teuta ka bërë vetëm një ndrim, 3 amerikanët dhe Gorea nuk janë ulur asnjëherë. Dobë ka Bernard. Gerik për 2, sakt. Plus 11. 45-34. Ndërkohë Morton ka humbur topin. Hamati përpara tani me Gerik. Gerik tek Hamati. Nuk shënon. Prisja ndonjë zhytje, nuk erdhi. Ndërkohë këtu Powell. Në fund pasin tek Morton. Ka ndërhyrë aty. Jo fall, thjesht bllokim. Milatovic e kërkon fallin tek gjyqtari Gjoni. Ndërkohë Gerik provon për 3 dhe sakt shënon. Shënon Gerik. Gerik dhe Hysa sot të shkëlqyer në këtë fillim. Topi tek Endrius shënon. Ashtu në ajër realizon duke quar në 47-36 plus 11 Beslidja. 3 minuta nga kjo periudhë e dytë. Ka marrë tani Bernard. Engel për 3, provon. Dhe sakt. 50-36 është Beslidja në kotat e saj në shënim. Një skuadër që ka mesataren çdo ndeshje mbi 95 apo dhe 100 pikë për ndeshje. Ndërkohë devijim me këmbë. I takon edhe njerë skuadrës së Beslidjes. Janë 20 sekonda nga ky aksion. Ndërkohë që në këtë periudhë mbeten vetëm 2 minuta e 48 sekonda. Engel direkt për 3. Gjuan. Nuk ka shënuar ka marrë Hamati. Edhe njerë sulm tjetër për Beslidjen. Gerik. Sërish Hamati. Engel i cili provon 3 pikshin. Dhe sakt, 2 rjesht i ka shënuar. Mes tyre humbi një gjuete me gjatë shënoj 2-3 piksha tani për ta quar një diferencë shumë komode tani për Beslidje. Powell kërkon 3 pikshin, e gjen. Realizon dhe ai 53-39. Diferenca me 14 pikë në favor të Beslidjes. Ja kështë dhe njerë, Bernard. Po bëhet gati tek Teuta për të aktivizuar Daliu. Aty poshtë Hamati, sakt. 2 minuta kanë mbetur nga kjo periudhë dhe nga pjesa e parë. 55-39. Beslidja në udhëheqje. Gorea. Tu është Powell. Dhe gjyqtari thotë që ka një tërheqje aty. Topi tani nga vija fundore, i takon Teutës, Wicks në lojë dhe ulet Hajdari. Ritmi është i shpejt, ndrimet janë të shpeshta. Topi nga Powell. Gjore përballë Engel. Dalon pasin tek Daliu. Daliu i cili në vështirësi e gjuan për 2, nuk ka shënuar. Dhe aty Morton e ka humbur topin, niset me shpejtësi Bernard dhe fall. Kërkojnë antisportiv nga krau i Beslidjes. Duke se gjyqtari nuk e ka akorduar pra antisportiv. Po, në fund po. Gjyqtari i pari takimit Edison Gjoni, pra ja
ndoshta jep variantin e tij gjyqtarit Shkodran Malevi dhe ndryshon vendimi duke dhënë faull antisportiv. Është të rejtë që qëllimt aty në kundërsul me sipër, kështu që kemi 2 gjuhë dhe lira dhe topi nga vjansore po për beslidhjen, 56-39. Topi dhe njërë nga vjansore. Plus 17, topi në ka Gerik. Engel. Ja dhe njërë pasi, Wicks rotullohet gjuan dhe sakt, 58-39. Vërtet një periode dytë kë shumë e mirë për beslidhjen. Po e gjithë pjesa parë janë shumë pikë qënuara, me që atë edhe Powell realizon 58-21, diferenca dhe njërë me 17 pikë. Por beslidhja është me kuota dhe shifra shumë të larta, duhet thënë, për kampionatin shqiptar. 58 pikë që në pjesën e parë premton shumë edhe për mëtej. Ndërkohë gjuhët e lira tani për Bernard, 1 minutë ka mbetur nga kjo periode dytë, që duket se në 5 minutin e dytë të kësaj periode beslidhja u shkëput edhe më tepër. Ndoshta lodhja do të ndjej në pjesën e dytë, pra periodën e tretë apo të katërtën, por tek të uta ndoshta u ndjej pak më shpejt. Ashtu si e përmenda çdo skuadër në kampionatin ton që nuk ka kaq shumë stol sa duhet për të përballuar gjithë kampionatin. Po e gjitha lidhet patjetër me buxhetin. Topi ka Amati. 4-1. Bernard vetë provon dhe bloku. Pak egoist Bernard në këtë rast, por Engel e zgjidh. Mund kishte pasuar sepse ishte kundërshtuar 4-1. Sidoqoftë ka arritur Engel ta rikuperojë dhe kanë shkuar në plus 20, beslidhja 61 me 41. E imagjinoni 61 pikë që në pjesën e parë ka shkuar beslidhja vërtet shumë. Ndërkohë këtu Morton dhe ka faull. 25 sekonda mbeten nga perioda e dytë. 61 pikë beslidhja shumë. Ndërkohë është marrë pushim. 25 sekonda do të ketë gjuhët e lira. Sekonda nga përfundim periudhës së dytë, pra me këto kuota dhe beslidhja do ta mbajë të ritëm, jam i sigurt, me gjithë lojtarët që ka. E kështu ndoshta do të shohim një finale me mbi 100 pika apo mbi 110 apo dhe më tepër. Pak beslidhja nuk e pati ndoshta aq të lehtë, duhet thënë, sa vjet. Të vit hasi në vështirësi të mëdha, do thoja më tepër me Vllaznin. Vllaznia bëri gjysmë finale mjaft të mira. Her pas here me Tiranën në kampionat, me Apollonin këtu në Tiranë, pra në fazën e parë beslidhja ka patur të vështirë, ka fituar një ndeshje me vetëm 4 pikë në fund. Por do thojë në fazën e dytë vetëm Vllaznia mundi që të fitonte me vetëm 2 pikë, 88-86 këtu në Tiranë. Me të hudën gjithashtu ndeshjet kanë qenë mjaft të rivalizuara, të forta. Pra është shumë ndryshe nga kampionati i vjetshëm që beslidhja ka patur një diferencë të dukshme krahasuar me skuadrat e tjera. Shohim tani dhe gjuhët e lira pra të Morton, më tej mbetet vetëm kohë sa për një sulm të fundit në këtë pjesë të parë. Sakt, ndërkohë Morton shtu me 19 pikë diferencë. Dhe mbetet po kështu diferenca, pra 61-42, 20 sekonda dhe sulmi tani takon beslidhjes. Gerik.
Ja ku shkon tek Engel. Gerik dhe sak për 3. 64-42. Çfarë pjesë e parë kjo e Beslidjes, 64 pikë. Mbyllet kjo pjesë e parë, një periudhë e parë që ishte pikë për pikë dhe Teuta dhe dolin avantazh 2 herë, por që në periudhën e dytë Beslidja shpërtheu. Duhet thënë shpërtheu, super ritëm dhe saktësi e madhe, 64 pikë. Është herëzakonisht interesante. Do të shohim statistikat më pas, por është një periudhë në të cilën Beslidja ka shënuar diku tek 40 apo 39 pikë, do të shohim më pas. Shumë interesante loja e Beslidjes. Teuta do të provojmë pjesën e dytë përgjigje, të shohim pas pushimit çfarë do ndodh pjesa e dytë në këtë finale të parë mes Beslidjes dhe Teutës. Jemi rikthyer miq për pjesën e dytë të kësaj sfide. Beslidja Teuta është finalja e parë në basketbollin e meshkujve. Finalet e vetme që kanë mbetur nga basketbolli kombëtar, teksa të gjithë trofeet tashmë janë dorëzuar, edhe femrat e kanë mbyllur pikërisht dje me flamurtarin që është shpallur kampion për herë të 26 në historinë e klubit. Ndërkohë që në këto 2 javë apo dhe pak më tepër, nëse do të jetë e nevojshme, do të ndjekim 5 takime, gjithmonë nëse do të jenë të nevojshme. Finalet e meshkujve pra e para po zhvillohet sot dhe një skuadër e cila do të arrijë 3 fitore do të shpallet kampione. Kështu nis pra ky rrugtim për këto 2 skuadra që kanë bërë një sezon të gjatë, të lodhshëm, të vështirë dhe kanë mbritur në finale me shumë merit të 2 skuadrat. Vjen gjuajtja tashmë, nuk ka shnuar Lito, pra Beslidja me një shkëputje të madhe që në pjesën e parë 67 me 42, ndërkohë Wicks ecën përpara Andrews e ka humbur topin vetë, e ka marrë tani Hysta. Bernard, gjuajtja nuk ka shënuar dhe topi është tani tek Hamati. Vjen tek Gerik. Ja dhe Hysta i tiri pason tek Wicks, Gjuan dhe Shëron. 69-42. Janë minuta këto që Beslidja ndoshta po e vret ndeshjen. Topin e ka Morton. Ja të vërtimi, bukur me të majtër Shëron. E ka marrë tani Bernard. Top të Gerik. E kalon tani tek Hysta. Ja dhe Bernard, Hysta dhe Bernard sërish tek Hamati, qarkullimi shpejt. Pak sekonda ka, 3 sekonda, kështu që gjuan vetë, Hamati e zgjidh me 3 pikë. Shënon dhe kështu kalon në 72 me 44. Beslidja pra në një udhëheqje të thellë që në pjesë të parë dhe në fillimin e kësaj pjese të dytë shkëputje e madhe kjo. Gati afro 30 pikë diferencë që në periudhën e tretë. Duke se Teuta rezistoi vetëm në periudhën e parë dhe diçka në periudhën e dytë. Pjesa tjetër më tej e tregon vetë rezultati. Vjen në gjuajtje Gjore, nuk shënon. Merr tani Gerik. Po tek Hysta për 3, Gjuan. Nuk ka shkruar. E ka marrë Andrews. Ja dhe Lito. Andrews për ball Wicks. Topin e cep tek Gjore. Andrews. Na vjen një lart, po provon Morton, Gjore. Pasi tek Lito, nuk ka shumë kohë, nuk ka kohë, digjet 24 sekondë që koshi jo i vlefshëm. Dhe mbetet i pandryshuar rezultati. Jemi tani me sulmin e Beslidjes. Ja dhe njërtove tek Hysta. Hysta për Hamatin. Hamatin ndërkohë provon dhe ka faul përpara gjuajtjes. Është një shtyrë në dëm të Hamatit.
Ja pra dhe kapiteni Amati, të parën e ka shënuar. E ndërkohë dhe dyta e Julian Amatit. 74-24 rezultati. Dublim, shikoni aty një presim lart i Beslidjes dhe topi ka dalë jashtë, i takon sërish Beslidjes se kanë nxjerr vetë Morton jashtë. Them që është interesante pjesa pra e pikëve tek Beslidja shpërndar. Nuk ka një lojtar që të shpërthej me mbi 20 pikë, por të gjithë nga pak kanë shënuar. Ja Wix. Gjore e kalon tek Morton. Morton që në fund e përplas aty tek Hysa dhe topi ka përfunduar jashtë. I takon edhe herë të udhës me 17 sekonda se përket periodave, pra perioda e parë 27-25, ndërsa perioda e dytë që ishte dhe me më shumë pikë për Beslidjen, 37-17. 37 pikë në periodën e dytë, vërtet ka shënuar shumë. Ana tjetër, Teuta në këtë periodë që po kalojnë 3 minuta i gjysëm, ende me vetëm 2 pikë shënuara. Ndërkohë Beslidja vijon pa u shqetësuar. 76-44 tani dhe kanë filluar shpërdorimet. Topa që po i dorëzojnë në këtë mënyrë. Do të kemi gjë të tjera tani për Hamatin. Pra kujtojmë që Hamati është me 11.5 topa nga bet, 2 asist deri tani. Është Gerik me 20 pikë. Mëtej me 7 është Bernard, me 8 është Hysa, me 8 gjithashtu është dhe Greshdani, me 8 është edhe Engel pjesë tjetër. Dikush 5, dikush 4, pra të gjithë nga pak kanë shënuar tek Beslidja, sepse dhe janë aktivizuar të gjithë. Ndërkohë që tek Teuta, pa dyshim që janë 2 lojtarë të cilët kanë shënuar më tepër, ku kujtojmë është Andrews me 13 pikë, është Powell me 12, si të vetëm që kanë shënuar me 2 shifra. Ndërkohë gati ndrimet Prodani në lojë, e gjithashtu dhe është ullur Hamati dhe Bernard, është Bowers, është futur pra Bowers, është futur dhe Prodani, 2 zëvendësime, të më nga Gjore. Ja ndërkohë dhe njëra aty tek Daliu dhe nuk ka shënuar. Tani Teuta ka futur lojtarë të cilët nuk janë aktivizuar deri tani. Thoja që ndoshta Mijatovic ka pranuar këtë rezultat që nuk e ndryshon dot, por është shpejt, për të drejtën është shpejt. Pra mbeten edhe 5 minuta nga perioda e tretë. Dhe ja dhe Prodani shënon për 3, i ka ullur të 3 amerikanët. Mijatovic duke menduar tani për ndeshjen e ardhshme. Ka futur, kujtojmë, Kamenicën. Është futur Daliu, pra si ndrime tani në këto momente. Dhe gjithashtu dhe Xhaferi. Dhe vijon Lito edhe Gjore, pra një formacion ky që kuptohet. Mijatovic tani e ka pranuar rezultatin. I ka ullur të 3 amerikanët për t'i ruajtur për ndeshjen tjetër. Ndërkohë që Beslidja po ashtu besoj edhe Bilali po kryen zëvendësime në fair play të kundërshtarit, duke pak a pak duke ullur titullarët. Megjithatë është një skuadër që titullar nuk mund quash askënd që është gjithë vitin titullar, sepse rotacioni edhe në 5 e parë Beslidja kanë ndryshuar gjithmonë. Është ullur Wix, është ullur edhe Gerik në lojë, Engel është dhe Hajdari në lojë. 81-48, diferencë madhe. Diferencë madhe dhe mënyrës si po shkon kjo ndeshje, ndoshta nuk ka shumë diferencë me finalet e vjeçme që Beslidja i fiton të gjitha me mbi 40 pikë diferencë. Vërtet që kampionati ka qenë i fortë dhe i
skuadër e vendit dytë me një humbje zbritet direkt në vendin e 5. Kjo ka ndodhur gjatë sezonit të rregullt. Por vendi i parë nuk ka zbritur kurrë. Ndaj dhe shumë ndryshe nga kampionati i femrave që ka qenë ndoshta më me rivalitet, më me ekuilibër. E ka marrë tani Prodani. Engel, Gjuan, sak për 3, 86-28, po shkon në 40 pikë diferenca. Ndërkohë Vjedhja dhe faul në dëm të Prodanit. Gati dhe lojtarët e tjerë tani tek beslidhja që nuk janë aktivizuar. Do bëhet gati Alimani. Pra, sot e përmenda Reeves nuk është aktivizuar si të dëmtua me beslidhje me Vllaznin, nëse kujtoni kur dëmtoi Kaviljen, ndeshje që kemi transmetuar pra një javë parë këtu në këtë pallat sporti. Tani Alimani në lojë dhe me sa duket, duke parë këtë rezultat afro 40 pikësh, edhe beslidhja do të aktivizojë gjithë djemë shqiptarët. Ja ndërkohë Hysta. Engel vetë për 2, 40 pikë të plota, 88-48, 3 minuta nga perioda e tretë. Lito. Topi tek Gjore. Gjore ndërkohë e mban dhe ka mundësi për 3. Nuk e shënon. Ndërkohë Hajdari që po me sa duket i takon beslidhjes, prekja fundit duhet të jetë e Xhaferit. Hysta ndrohet, Alimani në lojë. Kam përshtypjen ndoshta Hysta e mbyll këtu si të gjithë titullarët e tjerë. Ka bërë një super ndeshje. Perioda e parë deri në mesin e periudhës së dytë, një super ritëm. Është ulur dhe Xhaferi, një tjetër lojtar aktivizohet Rengoja tek skuadra e Teutës. Hajdari. Hajdari thotë që ka një faul. Topi nga Vjansore. Ka tani Prodani nga Vjansore. Shkon tek Engel. Engel tiri provon për 3 dhe nuk ka shnuar. Ja dhe njerë. Alimani, Engel, Prodani. Prodani tiri. Në fund e ka quar dhe tek Alimani për 2, nuk ka shnuar. Ecë me shpejtësi tani Gjore dhe faul nga Prodani. Topi do t'jetë dhe një nga Vjansore për Teutën. Merë Rengoja. Gjore. Rengoja. Gjuajtja për 2. E merë Hajdari tani në tabel kundër sulm. Hajdari tek Engel. Topi recept tek Prodani. Prodani tiri provon për 3. Nuk ka shënuar. Ka marrë Daliu. 2 minuta kanë mbetur nga perioda e tretë. Rengoja. Daliu dhe topi ka përfunduar jashtë. I takon edhe një beslidhjes. E ka marrë Prodani. Shkon tek Engel. Prodani, Engel. Engel I cili depërton fare letë me të majtën. Ndoshta tani nuk ka dhe ndonjë forcë të madhe nga e Teutës të mbrojtje. Lito. Daliu dhe topi është tek Prodani tani. Engel. Eko, topi ka dalë jashtë. Do të kemi një ndrim, Gazhdani do t'y në lojë për Bowers.
ka marrë Rëngoja. Logu i Kamenicës, Rëngoja, Kamenica. E përdon bukur, nuk shënon. Aty poshtë Daliu për 2 shënon. 90 me 50 plus 20 Beslidja sot. Prodani pasi tek Hajdari dhe fall nga Daliu. Gjuhet e lira pra për Hajdarin. Them që në stol Beslidja ka dhe 2 djemë të rinj që janë shpallur kampion me U18-ën. Ndoshta Bilali mund t'i aktivizoj në periudhën e 4, duke që se diferenca është e madhe. E ka marrë tani Lito ecën në Kamenica 92-50 pra. Rëngoja. E ka marrë aty Hajdari. Engel. Ja dhe sakt ka shënuar Engel, Josh Engel. Rëngoja. Ndërkohë Gjore. Top që shkon tek Rëngoja, provon për 3. Daliu për 2, nuk ka shënuar. E ka marrë Alimani. Alimani, tire kalon edhe njerë për tek Prodani. Prodani kërkon 3 pikshin, nuk e ka shënuar. Ka marrë tani Daliu. Edhe një Kamenica. Me 0 sekonda, kjo period mbyllet, perioda e 3, perioda që besoj vulofë rezultatin e kësaj ndeshje. Ka mbetur një periodë e 4, por diferenca shumë e madhe. Shumë e madhe. 24 pik diferencë. Vërtet që pak fushë mendon dhe këtë, sepse sezoni vërtet që ka qenë shumë më ndryshe edhe në përballje direkte me të dy skuadrave, por edhe në përgjithësi ndeshje të tjera të Beslidjes, pra ka patur diferenca të mëdha me skuadrat e tjera. Vërtet. Por në lojë kanë qenë patjetër të ekuilibruar dhe fitoret kanë qenë me diferenca më të ngushta krahasuar me këtë të sotmen. 24 pikë diferencë. Për të ardhur keq është viti i dytë që finalet e meshkujve janë me këtë diferencë të madhe. Ndoshta është vetëm ndeshja e parë, të hënën kujtojmë që ndeshja e dytë finale do të jetë në Durrës, në Pallatin e Sportit Ramazan Njala. Aty Teuta mund të ndryshojë diçka. Patjetër që dhe Milatovic me shumë gjaktësi dhe i ndërgjegjshëm i uli të 3 amerikanët, duke parë që diferenca ishte e madhe, 20-25 pikë dhe po shkonte tek 30 pikët, i uli dhe patjetër më tej diferenca u shtua. Bilali në fair play dhe i uli titullarët dhe ka futur lojtar të rinj, pra lojtarët shqiptar. Por diferenca sërish mbeti e madhe, 44 pikë. 94-50. Mund të ndryshoj në finalen e dytë, por që Beslidja për të dytin vit është ndoshta më strukturuar, me një buxhet më të madh se skuadrat e tjera. Këtë tregoj edhe në Kosovë, në Ligën Unike, që u paraqit shumë mirë. Dhe thuajse mundi dhe Prishtinën në atë gjysmën finale që e humbi vetëm në 3 minutat e fundit. Ndërkohë Alimani, ndërtimi mirë, shënon. Pjesa tjetër, sepse kjo diferencë absolutisht nuk është për fajin e Beslidjes. Beslidja ka bërë një punë shumë të mirë, por është pjesa e skuadrave të tjera që kanë vuajtur, sidomos këtë vit, kanë vuajtur në mas skuadrat e tjera për buxhet, Tirana, Teuta e të tjerë. Dhe ndaj dhe është ky ndryshim paktën në 2 vitet e fundit. Ja ku është tani Gazhdani dhe Fall tek ai.
Është ulur dhe Engel dhe pra e përmendë që do të kemi tani lojtarë të rinj që do të aktivizohen, pra lojtarë të cilët janë aktivizuar në kampionatin U18 për pesëlidhjen dhe aktualisht është aktivizuar Noel Heba, lojtar i ri që ka qenë pjesë e skuadrës të vit, por që për të tani patjetër një kujtim i bukur sepse luan në finale, debuton në finale. Nuk shënon Daliu. Topit e Grashdani, let shënon. Që tani Beslidhe është pranë 100 pikëshit, 99 me 53 në fakt, ashtu si shkoi pjesa e parë që shënuan 64 pikë, do të shkonim deri këtu. 99-55 do të ketë dhe një gjuhët e lirë për Daliun. E ka marrë vetë topin tabel Daliu. Kalon aty tek Rëngoja. Nuk ka shluar dhe e ka marrë Prodani. Topi tek Alimani. Ndërkohë nxiton tani përpara Rëngoja. Shohim ndërtimin Gjore, bllokohet. Ecën Prodani. Pra kujtojmë që jo vetëm 3 amerikanët të udhë, po ka ulur edhe Gorean, pra kapitenin. Të gjithë formacionin e parë e ka ulur Milatovic, duke menduar tani për ndeshjen e dytë, në Durrës. 44 pikë diferencë. Ja dhe njerë Gjaferi, Daliu, nuk shënon. Prodani, Gjaferi, një korrigjim Hajdari, shënon Hajdari, shënon 101-55, 101-55, pra në fair play totalisht Beslidha ka aktivizuar, pra dhe djemë të rinj, nën 18 vjeç, tani me këtë diferencë që është krijuar. Kamenica është treguar pak ndoshta Milatovic pragmatist duke menduar për ndeshjen e dytë, por publiku që është në sallë, sepse në krahun ku ne ndodhemi dhe nuk po largohen ende, është shumë i madh në numër. Ka kërkuar që të shohë një ndeshje nga fillimi deri në fund, që të jetë me parametra të mirë. Tani është thyer në një ndeshje gati miqësore. Grashdani, blok, topi ka dalë jashtë dhe i takon Beslidhjes. Në pak se 7 minuta. Topi tek Prodani. Ja dhe Alimani, sak për 2, 103-55 Beslidhja. Nuk kam histori prej minutash kjo ndeshje, por e përmenda që ndoshta në respekt dhe tifozëve, po dhe të shikuesve nëpërmjet ekranit ton, ndoshta duhet kishte vazhduar edhe pak minuta që të ishte një lojë më e pranueshme. Diferenca si dhe qofte e madhe. Asnjë nuk ka dashur të rrezikojë tani në fund. 103-57 dhe saktë gjuhët e lirë e Gjores. 103-58. Top në qendër, Hajdari. Heba me të majtë gjuhën. Nuk ka shënuar.
Jago Shalimani. Ja dhe një Prodani. Topin aty poshtë ka marrë Gjore. Edhe një topi tek Daliu. Daliu, Gjuan nuk ka shënuar. Prodani. Edhe hapa mund t'kishte këtu. Grashdani ka shënuar. 105-58. Shohim, ndoshta ka një dëmtim, Daliu kërkon ndrim. Ule Daliu. Ka kërkuar ndrim për Daliu dhe në lojë është një tjetër djalë i ri, një tjetër lojtar i ri, Joel Luri. Grashdani shënon 108, korrigjoj, 108-58, 50 pikë diferencë. Gjore. Gjaferi. Dhe shënon Gjaferi. Ka marrë tani Prodani. Nërko Ajdari. Pasin tek Heba, Gjuan dhe shënon për 2. E ka marrë tani Gjore. Gjore e ka humbur. Prodani fare let. E ka shënuar me të majtën 112 me 61. Leuda që po aktivizon të gjithë djemë të rinj. Sepse po vetë gati edhe një tjetër zëvendësim, pra pas Luri do të futet edhe Kodra, Kledi Kodra, do të ulet Gjore. 112 me 63. Topin e ka Prodani nga vjenësore për Alimanin. Grashdani ka humbur, provon edhe njerë, shënon 114-63. Më pak se 4 minuta. Rëngoja. Ndërko gjuajtja jo e sakt, dhe ecën Prodani. Ndërko Heba, bukur, shënon. Koshit i dytë, realizon. Atjetër pozitive. Një djallë pra 18 kampion me 9-18 vjeçar, me të rinjt. Luan edhe sot në finale. Shënon mirë. 116-65. Prodani. Prodani, cili i bukur, shënon 118-65. është ndoshta ndër finalet me rezultatin më të thellë dhe paktën 20-30 vitet e fundit nuk ka patur. Heba dhe një. Shënon, interesant, 3 koshe i ka shënuar. Me një diferencë të tillë, pra afro 60 pikë tani, 120-65. Në hajsa kujtoj, 20-30 vitet e fundit nuk ka patur ndonjë finale me këtë lloj diferencë. Grashdani. Ajdari. Dhe sakt Deberton. Shënon, kërkon dhe faul.
Kodra. 122-65. Kamenica. Ja dhe Prodani realizon. 124-65. Pra, afro 60 pik. Shumë, jashtëzakonisht shumë. Heba tek Alimani. Prodani. Prodani. Heba, Alimani. Gazhdani. Shënon. Shënon 127-65. 62 pik diferencë. Tjetër interceptim, Prodani, depërtim, 129-65. Ja dhe gjuhët e lirë tani për Prodanin. Nuk shëron gjuhët e lirë. Mbetet pra 129-65. E rrallë kjo shumë. Edhe në kampionat është e rrallë. Imagjinoni në finale, nuk e di çfarë ndodhi sot. Edhe pasi ka buar këtu, por e rikuperon Prodani. Prodani tek Heba. Aty Hajdari, Gjuan dhe shënon 131-65, 32 sekonda. Lidhja që po shkon pra drejt kësaj fitoret e parë në serinë e finaleve. Me këtë paraqitje duke sigur po edhe hapin ndoshta edhe drejt titullit për të mbrojtur titullin. Një fitore kjo jashtëzakonisht e rrallë, afro 70 pikë diferencë. 132-65 Beslidja po e fiton këtë takim përballë Teutës në finalen e parë. Dhe kosh është i rregullt. 132-68 Alimani e mban tomen dhe mbyllet gjithçka. Miq, kjo ishte finali e parë me këtë fitore të thellë të Beslidjes 132-68. U luajt vetëm në pjesën e parë, pjesa e dytë nuk patëm më histori në momentin që Teuta zëvendësoi formacionin e parë. Ndoshta në farë mënyrë u tregua pragmatist trajneri Milatovic duke menduar për ndeshjen tjetër, por u dhurua një spektakël jo i bukur në pjesën e dytë dhe u mbyll pra me këtë diferencë shumë të madhe. Tu të ndajemi bashkë, dukuar të keni shijuar këtë sfidë për aq sa u luajt rregullisht le të themi në pjesën e parë, ndërkohë do të shpresojmë për më të mirë në finalen e dytë në Durrës, të hënën në Ramazan Njala. Deri atëherë bashkë, mirupafshim.